Mafiozi shqiptar mori peng rojat dhe tentoi të vrasë bashkombasi në burgun famkeq të Greqisë. Një ngjarje e rëndë ndodhi në burgun famkeq, Kordialos në Greqi, ku një burgosur shqiptar ka marrë peng 2 roje dhe ka tentuar të kryejë një vrasje brenda ambienteve të sigurisë së lartë. Sipas raportimeve nga televizioni grek, Alfa i burgosuri arriti të neutralizonte rojet duke u marrë atyre çelsat, radio dhe telefonat dhe më pas u nis drejt një reparti tjetër për të kërkuar një tjetër të burgosur shqiptar me qëllim eliminimin e tij. Autori i incidentit është i njohur për autoritetet greke si pjesë e niveleve të lartë të mafjes shqiptare dhe aktualisht vuan dënimin për tentativë vrasje. Sipas burimeve, ai kishte një thik me të cilën kërcënoi dhe mbylli rojat në një dhomë duke ecur më pas për rreth 150 metra në brendësi të burgut duke hapur portat njëra pas tjetrës.